është vërtet bekim, motra dhe vlezër, kur avet kishë. Është bekim, vlezër, aleluja, kur Zoti përgjigjet lutjeve tona. Ne falenderojmë Perëndinë, ne vazhdimisht i lutemi Zotit që Zoti ta hap kisha kudo, motra dhe vlezër, aleluja, të ngrer punëtorë, kudo, motra dhe vlezër, që fjala e Perëndisë të shpërndahet. Fjala e Perëndisë na është urdhëruar ne, motra dhe vlezër, që ta shpërndajmë. Kudo që ti jemi, nuk jemi vetëm ne, motra dhe vlezër, aleluja, që dëgjuam fjalën e Perëndisë dhe kaq. Ne, motra dhe vlezër, jemi thirrur nga Perëndia që ti jemi dritë për botën. Për njerëzit që na rrethojnë kudo që jemi, që ata të shohin në ne Krishtin. Që ne, motra dhe vlezër, aleluja, me sjelljen tonë, me jetën tonë, të dëshmojmë vërtet që ne jemi të krishterë. Që ne jemi bijë të Perëndisë. Që ne jemi të ngjashëm, motra dhe vlezër, aleluja, me Jezus Krishtin. Shembulli ynë që dërgoi aty në qiellor është biri Jezus Krishti. Ai erdhi shembull për të gjithë ata që do ta pranojnë Perëndin. Erdhi në shëmbëllim mishi, motra dhe vlezër, aleluja, që ne të mund ta prekim. Që ne, motra dhe vlezër, të na ndjejë në dobësitë tona, në vështirësitë tona. Di çdo të thotë dhimbje, sepse erdhi si ne. Di çdo të thotë të vuash shpirtërisht, sepse erdhi si ne. Të falenderojmë Perëndinë. Është e mundur, motra dhe vlezër, aleluja, që ne të jemi si ai. Pse? Nuk do të jeni ju, tha Zoti, por unë do t'ju jap frymën time, që është fuqi për çdo të krishterë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe fryma e Perëndisë do ta bëj këtë vepër në çdo njeri prej nesh. Mjafton që ne t'i bindemi, motra dhe vlezër, aleluja, fjalës të Perëndisë. Kësaj zgjedhje hyjnore. Sepse është privilegj i madh, vlezër, aleluja, të jesh mbledhur në emër të Zotit ton Jezus Krisht. Jemi mbledhur për të falenderuar Perëndinë, vlezër, aleluja. Nuk është kaq e thjeshtë do vëmë të mblidhemi atje. Jo, do vëmë të adhurojmë Perëndinë me gjithë zemrën tonë, me gjithë shpirtin tonë. Pse? Sepse është besnik Zoti. Aty ku janë 2 apo 3 të mbledhur në emrin tim, thotë Zoti, unë jam aty. Dhe ne vim, motra dhe vlezër, aleluja, që ta prekim Zoti. Ne vim që të marrim nga Zoti. Vendosëm në zemrën tonë që po të shkoj dhe ta prek atë, unë dëshirohem. Dëshirohem nga sëmundja ime, dëshirohem nga problemet e mia shpirtërore, nga shumë gjëra, motra dhe vlezër, nëse do ta lë barën time tek ai. Këtë thot Zoti, ejani tek unë dhe leni barën tuaj mbi mua. Ku po shkojmë, motra dhe vlezër, aleluja? Po shkojmë në një grup njerëzish? Jo, po shkojmë aty ku është trupi i Krishtit dhe Jezus Krishti drejton. Dhe unë do shkoj me këtë besim në bashkësinë ku Zoti i ka zgjedhur vlezërit e mi, do flas me Zotin, do ta hap zemrën time Zotit dhe ai do më përgjigjet. Do shkoj sepse jam i sëmurë dhe Zoti thotë, nëse ka ndonjë të sëmurë nga ju, lërë të dalë përpara kishës, të lyhet me vaj, thotë, dhe lutja e besimit të tij do ta shpëtojë. Nëse do të vimë me këtë besim në Zot, motra dhe vlezër, ne do marrim nga Zoti. Bia ime, i tha Jezus Krishti, besimi yt të shërojë. Si mundet, motra dhe vlezër? Po, nëse unë besoj që aty ku janë 2 apo 3 të mbledhur në emrin tim, është Zoti, do shkoj ta prek atë dhe do marr. Ky është
besimi, motra dhe vlezër, aleluja, që tund mali. Nëse do të kini besim sa një kokër si napi, do t'i thoni këti mali shpërngullu që këtu dhe do t'ju bindet, do të Zoti. Besimi është, motra dhe vlezër, aleluja, në të gjithë të krishterë. Dhe si vjen besimi? Besimi, motra dhe vlezër, vjen nëpërmjet dëgjimit. Dëgjoj fjalën e Perëndisë. Shoh, motra dhe vlezër, që duke dëgjuar fjalën e Perëndisë, fjala e Perëndisë është vepruese. Vepron në mua. Sepse fjala e Perëndisë vepron në çdo zemër që është gati, motra dhe vlezër, të dëgjojë fjalën e Perëndisë. Kjo është vepër e Perëndisë, pasi e kam dëgjuar, motra dhe vlezër, e falenderoj Perëndinë, Zoti vepron në zemrën time, ndryshon çdo gjë në mua, bën një krijim të ri. Një njeri tjetër, motra dhe vlezër, aleluja. Një njeri që nuk zgjedh pjesë nga fjala e Perëndisë, po një njeri që është i përullur në fjalën e Perëndisë dhe thot amin, Zot, vullneti yt të bëhet në jetën time. E gjitha, motra dhe vlezër, fjala e Perëndisë është për mua. Çdo gjë që thotë në fjalën e Perëndisë më përket mua, që unë ta shoh veten time në këtë pasqyrë dhe të ndrejq vetëm veten time. Lavdia e Emrit të Shenjtë. Mirë, Zoti, do të lexoj dhe unë diçka nga fjala e Perëndisë, vlezër. Në Jakobi, kapitulli i parë, letra e apostullit Jakob, kapitulli i parë, nga vargu 19, vlezër. Shikojni me vëmendje se çfarë mësimi na jep fjala e Perëndisë. Pse e theksoj shpeshherë, vlezër, shikojeni me vëmendje. Sepse nëse vërtet do ta ndjekim fjalën e Perëndisë, dhe nuk do ta lëmë të bjerë për dhe, motra dhe vlezër, por do bjerë në zemrën tonë, dhe do të jemi këmbëngulës në zbatimin e fjalës të Perëndisë, ajo është kisha e Perëndisë. Nëse ne do këmbëngulim ta vëmë në praktikë fjalën e Perëndisë, që ta vëmë në praktikë, duhet ta dëgjojmë me vëmendje çfarë thot Zoti, po flet Zoti në fjalën e Perëndisë. Po më flet Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, me fjalën e Perëndisë. Kjo është rëndësia që unë i jap fjalës të Zotit. Prandaj, vlezërit e mi, shumë të dashur, çdo njeri të jetë i shpejtë në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur, dhe i ngadalshëm në zemërim. Sepse zemërimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Prandaj, hiqni çdo ndyrësi dhe mbreturinë ligësie. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. Dhe bëuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjej në vetvete. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai i përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë, ai e shikon veten dhe pastaj ikën duke harruar menjëherë si ishte. Ndërsa ai që do të shikojë me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë, dhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues araq, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë e vetë. Në qoftë se ndokush nga ju
mendon se është fetar dhe nuk i vën fre gjuhës së vet, sigurisht ai mashtron zemrën e vet. Feja e këtij është e kotë. Feja e pastër dhe e panjollë përpara Perëndisë dhe Atit është kjo: të vizitosh jetimët dhe të vejat në pikëllimet e tyre, dhe të arruash veten të pastër nga bota. Amin. Prandaj vëllezërit e mi shumë të dashur, thot Jakobi, i drejtohet kishës, motra dhe vëllezër, halleluja, të gjithë atyre që kanë pranuar Jezus Krishtin. Të jetë çdo njeri nga ju i shpejtë në të dëgjuar. Çfarë dëgjon, motra dhe vëllezër, halleluja, të mos u mbasë asnjë lloj fjale nga Perëndia. I shpejtë në të dëgjuar. Çfarë po flet Zoti? Është për mua. Ta kap sa më parë, motra dhe vëllezër, fjalën nga Perëndisë. Kjo është i shpejtë në të dëgjuar, që gjithçka që unë dëgjoj, motra dhe vëllezër, halleluja, është për mua. Nuk do ta lë të bjerë, por do ta vën në praktikë. I ngadalshëm në të folur. Sa e rëndësishme është, motra dhe vëllezër, halleluja, të qëndrojmë besnik fjalës të Perëndisë. I ngadalshëm në të folur nuk do të thotë të flasim ngadalë. I ngadalshëm në të folur do të thotë të gjykojmë mirë, motra dhe vëllezër, të analizoj fjalën e Perëndisë, çfarë po thot Zoti, që të mos nxjerr unë rezultate, motra dhe vëllezër, por fryma e Perëndisë të më zbulojë brenda me fjalën e Perëndisë. Prandaj i ngadalshëm, thot motra dhe vëllezër, halleluja, në të folur. Të japim përgjigje. Zoti, motra dhe vëllezër, ashtu siç më ka zbuluar mua, do të ta zbuloj dhe ty. Fjala e Perëndisë, vëllezërit e mi, është zbules. Është zbules që duhet të veprojë fryma e Perëndisë që të zbulohet. Kur zbulohet nga fryma e Perëndisë, nuk harrohet. Dhe bën vepër në zemrat tona kur na është zbuluar nga fryma e Perëndisë. Kur ne kemi mësuar përmendesh, motra dhe vëllezër, halleluja, çdo herë që të fryjë, do të jemi të lëkundur. Kur ma ka zbuluar fryma e Perëndisë, jam i sigurt për atë që bëj. Pse? Sepse nuk e kam të dëgjuar, motra dhe vëllezër, sepse do dëgjoj dhe shumë të tjera. Kjo nuk tregon gjë. Por nëse fryma e Perëndisë ma ka zbuluar të vërtetën fjalën e Perëndisë, unë kam qëndrueshmëri, motra dhe vëllezër. Jam i bindur në veten time që është nga Perëndia. Ma zbuloi Zoti, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Çfarë më ka ndodhur, motra dhe vëllezër, halleluja, në kishën në Korçë? Erdhi një familje pa kosh, veti 4. E falenderoj Perëndinë. Ju kishte folur një e kushurira e tyre, që vinte vazhdimisht dhe silte edhe vajzën e saj, me probleme. Dhe ju kishte folur që vete në kishë, Zoti na flet atje me frymën e shenjtë, dhe këta dëgjuan dhe erdhën. Halleluja, lavdi Perëndisë. Dhe duke predikuar fjalën e Perëndisë, pasi mbaroi, i takoi. Nuk i kisha takuar. I takoi dhe flas, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë, dhe nuk po ju shpjegonja fjalën e Perëndisë, por ju shpjegonja si Zoti veproi dhe unë si e njoha Jezus Krishtin në jetën time. Dhe duke folur për këtë vepër që Zoti bëri në jetën time, shikoj, motra dhe vëllezër, që e bija e saj filloi po qatë. E shikoj që s'kishte ndodhur ndonjë, vetëm fjala
motra dhe vlezër, po I ju jepej. Dhe ajo filloi të qaj. Kaloi kjo ditë, unë mrekullova me thënë drejtën, dhe vjen dita e dytë, që ata vinë përsëri në kishën motra dhe vlezër. Ajo ishte në gjimnaz, në shkollë, në moshën e motrave të vogla që kemi këtu me. E falenderoj Perëndin. Dhe erdhi nga gjimnazi, si që janë sot motra dhe vlezër, vajzat e gjimnazit, të duken pak më të mëdhaja, të duken pak më të bukura, me idenë e tyre, të lyen pak, të ngjyrosen pak. Dhe kjo ishte gjendja e saj në motra. Kur vjen në kishë motra dhe vlezër, aleluja, unë isha prap duke predikuar fjalën e Perëndisë. Dhe e shikoj atje në fund vetëm qante. Pas I baroj kisha, vete e takoj dhe I thash, çfarë ndodhi me ty? Pse po qani? Çfarë ka ndodhur? Më tha, nuk duhet të vinja kështu si jam, më tha. Pse si e ti, thash unë? Po tha, nuk jam ashtu si çdo zoti, më tha mua. Kjo. Me 2 herë motra dhe vlezër që erdhi në kishë. Po kush të ka folur, I thash unë që si e mirë, I thash unë. Asnjëri tha nuk më ka folur, tha. Por unë ndjej brenda vetes time që kështu si jam veshur, kështu si jam unë, nuk jam në rregull në kishën e Perëndisë, më tha. Fillova unë po qajnë motra. Aty kuptova vërtet, çdo të thotë të veproje fryma e Perëndisë nëpërmjet fjalës të Perëndisë. Dhe të bëje një rilindje brenda një shpirti motra dhe vlezër, aleluja. Rilindja, vlezër, nuk vjen me ligj. Është ndaluar kjo, është ndaluar kjo. Nuk është kjo rilindja, motra dhe vlezër, aleluja. Rilindja vjen nga fjala e Perëndisë nëpërmjet frymës të Perëndisë në një zemër që është e hapur ta dëgjojë zërin e Zotit. Këtu bën vepër motra dhe vlezër dhe ti shikon dhe mrekullohesh. Dhe thua vepër e Zotit. Dhe ne themi mrekulli e Zotit është çdo njeri që ka rilindur në kishën e Perëndisë. S'ka nevojë për ligje motra dhe vlezër, aleluja, në të rilindurit. Ligjet janë thot për të ligj të motra dhe vlezër, e falenderojmë Perëndin. Kurse ligji I fjalës të Perëndisë në ne është liria. Ne jemi të lirë, motra dhe vlezër. Kush e detyroi atë vajzë se si të vishej, se si të lyej, se si të vinte në kishë? Askush, me 2 herë të ardhur në kishë. Por pashë veprën e Zotit, motra dhe vlezër, të gjallë, se si vepron në një zemër që e do Zoti. Nuk ndodhi në Ejema, nuk ndodhi në Ijati, ndodhi në vajza. E falenderojmë Perëndin. Dhe ju uroj, motra dhe vlezër, aleluja, kësaj familje, që të jetë në pranit të Zotit, sepse nuk është më në Korçë, ka nikur jashtë, në Greqi, bile dhe atje I kam shoqëruar dhe I kam shpenë dhe në kishë atje, por nuk e di e curin e tyre. Dhe ju uroj vërtet që Zoti të bëj vepër në familjen e tyre. Dhe çfarë lexojmë vëllezër në fjalën e Perëndisë, Zoti na mëson I ngadalshëm në të folur, sepse është vepër e Zotit vëllezër, aleluja. Zoti do t'i flasë vllajt. Zoti do t'i flasë motrës. S'ka nevojë t'ju flasim ne motra dhe vëllezër, sepse sado që t'i flasim ne nuk mund të ndryshojë asgjë. Por nëse do t'i flasë Perëndia, një zemre, motra dhe vëllezër, do shohim vërtet një mrekulli. Sepse njeriu nuk mundet vetë me forcat e tij të ndryshojë gjithçka brenda tij. Nuk mundet, motra dhe vëllezër. Nëse nuk vepron dora e Zotit, ne nuk mund të shohim asgjë. Kjo që lexojmë vëllezër, shpeshherë mund të themi po na këto që po lexojmë, a nuk janë rregulla? Vërtet motra dhe vëllezër janë në rregulla. Por janë në rregulla për atë që e lexon fjalën e Perëndisë dhe kontrollon veten. Sepse çfarë ndodh, mund të ndotemi motra dhe vëllezër. Dhe shikoj mua Zoti në fillim në dashurinë e parë, bëri të gjitha këto gjëra të mrekullueshme në mua.
Çfarë ka ndodhur që unë nuk jam me si më parë? Çfarë ka ndodhur që unë nuk vi me si më parë? Çfarë ka ndodhur që unë nuk e ndjej me dorën e Zotit si më parë? Fjala e Perëndisë është pasqyra që më tregon mua. Shikoj veten në pasqyrë dhe shikoj çfarë ka ndodhur me ty. Që ti të kthehesh, që ti të vish në vete dhe ta kontrollosh veten. Çfarë ka ndodhur që s'jam në dashurinë e parë? Dhe nuk mjafton që të vish në kishë nëse nuk je në dashurinë e parë. Do vi të los shandanin të Zoti. Është shumë e rëndësishme, vëllezër, që të vijmë në dashurinë e parë. Të ngadalshëm në zemrim. Kur Zoti thot të ngadalshëm në zemrim, vëllezër, përsëri kjo ka të bëjë me mua. Nëse unë dëgjoj nga një vëlla apo nga një motër diçka, me njerë zemrohem dhe me njerë nuk dua ta shoh. Dhe me njerë ndodhin trazira, motra dhe vëllezër. Ai mua të më thot, ajo që unë e desha ka shumë ose kam bërë për atë, dhe fillon brenda nesh zjarr, motra dhe vëllezër. Zoti thot, i ngadalshëm në zemërim, mos u zemëro për njëre. Qetëso, qëndro gjak ftohtë, motra dhe vëllezër. Kjo është fryma e Perëndisë. Fryma e Perëndisë është nuk është të kundërshtojmë me njerë, por çfarë? Me duri. Si na pret ne Zoti, vëllezër, aleluja. Kur shkojmë në praninë e Perëndisë jemi të përsosur. Por ai thot, hajde bija ime. Hajde bija ime, di dobësinë tënde, di vështirësitë tua, por ti je biri im. Nuk mund të na mohojë Zoti. Ato vepër që ka nisur Zoti, nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, ta lërë më njanë pa e përfunduar. Ti qëndro, thot Zoti, dhe do të shohësh dorën e Zotit fuqishëm. Ti vetëm qëndro, po unë nuk shoh asnjë gjë. Mendimet e mia, thot Zoti, janë shumë larg mendimeve tuaja. Është shumë larg, motra dhe vëllezër, aleluja. E vetmja gjë që Zoti na këshillon është qëndro të shohësh. Qëndro me durim, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk është kaq kollaj. Do durim sepse është një luftë tjetër brenda nesh. Bota brenda nesh, motra dhe vëllezër, aleluja. Ndryshimi që ndodh brenda nesh. Dhe Zoti prandaj thot me durim. Dëgjoje fjalën e Perëndisë dhe përpiqu ta vesh në praktikë. Ktu është lufta. Të përpiqemi ta vëmë në praktikë atë që dëgjojmë. Sepse zemërimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Nëse njeriu zemrohet, motra dhe vëllezër, aleluja, po kisha të drejtë, po ai si më tha, po ajo si më foli, nuk ke të drejtë të zemrohesh, thot Zoti. Të lutemi. Të lutemi për atë që të shkaktoi këtë zemrim. Lutu. Po kjo s'mund të ndodhë. E pra, ky është ndryshimi midis të krishterit, të ndryshuar, të rilindur nga fryma e Perëndisë dhe të një njeriu të zakonshëm. Lutuni pa pushim, thot Zoti. Të lutemi për njëri tjetrin, vëllezër, sepse çdo njeri ka luftën e vet. Nuk është vetëm njeri që luftohet, motra dhe vëllezër, në kishë, që të gjithë kanë problemet e tyre, kanë vështirësitë e tyre, dhe ne duhet të kuptojmë njeri tjetrin që atë që shikon ti që duket sikur është, motra dhe vëllezër, ka nevojë më shumë për lutje. Ka nevojë më shumë për lutje, motra dhe vëllezër. Zoti thot pa pushim lutuni për njeri tjetrin. Sepse jemi në një luftë, nuk jemi në një paqe, motra dhe vëllezër, në paqe do jemi në praninë e Zotit në qiell. Këtu jemi në një rrugë të ngushtë, sa vjen dhe ngushtohet, sa vjen dhe vështirësohen gjërat, ne i shohim çfarë po ndodh, motra dhe vëllezër, por i krishteri me gjithë këtyre vështirësive që ka përpara, adhuron Perëndinë. Ky është ndryshimi. Kam gëzim edhe në këto vështirësi. Pse? Sepse e di kujt i përulem, di kujt ja lë problemin dhe di përse jam thirrur. Rruga ime është
qytetar qiellor, i zgjedhur nga Perëndia, aty ku jam unë do jeni dhe ju. Kjo është rruga ime, lashët çdo gjë dhe ndoqa Jezus Krisht. Çdo njeri që ka lënë çdo gjë dhe ndjek Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, 100 fish sot Zoti do të ketë. Lavdi Zoti. Bisedova një ditë me motrë Xhurlin edhe tha, si do të thotë kjo 100 fish? Si kemi 100 fish? Se ne s'kemi 100 fish, thot. Si s'kemi? Si s'kemi? Shkoj në Elbasan, kam 20 shtëpi tash. Shkoj në Tiranë, kam 25-30 shtëpi tash. Qytetarë vëllezërit tonë, hajde të kundër. Hajde vëllai, hajde të shtëpinë time. A nuk janë shtëpi këto? Shkoj në Greqi, kam shtëpi të hapura të gjithë vëllezërve. A nuk është kjo pasuria jonë, vëllezër? E falenderojmë Perëndin. Kudo që shkoj, kam shtëpi. Kam vëllezër, kam motra, gjithçka motra dhe vëllezër kam. Çfarë duhet të kërkojë njeriu më shumë? Kush i ka motra dhe vëllezër, aleluja, më thoni ju në botë. Kështu siç i kemi ne të hapura dyert e shtëpive të vëllezërve në të gjithë botën. E falenderojmë Perëndin. Kjo është pasuria jonë, vëllezër. 100 fish. Prandaj iqni çdo ndyrësi dhe mbeturin ligësie. Pranojeni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. Fjalën e mbjellë në ju, pranojeni me butësi, jo duke kundërshtuar, jo duke gjykuar. Amiz. Është fjala jote, Zot. Dhe nëse unë nuk jam dakord në shumë gjëra, motra dhe vëllezër, aleluja, pse? Sepse lufta ime është brenda meje. Por të bëhet vullneti yt, Zot. Më ndihmon në dobësitë e mia, Zot. Kam shumë dobësi. Lexoj fjalën e Perëndisë dhe nuk jam aty ku ti do, Zot. Më nxjerrin jashtë. Dhe shkoj, Zoti e di dobësinë tonë. Dhe shkoj në Zot dhe them, nuk mund, Zot. Jam i varfër, Zot, aleluja. Në zbatimin e kësaj fjale. Më ndihmo, Zot, këtë zemër do Zoti motra dhe vëllezër, aleluja. Ishin dy, shkuan të luten motra dhe vëllezër besimtar. Shkuan të luten në Zot. Njëri mburej motra dhe vëllezër, aleluja, duke thënë, falenderoj Zotin, jap të 10-ën, 2 herë në javë agjeroj, bëj sipas fjalës të Perëndisë gjithçka, si jam si ky këtu, motra dhe vëllezër, aleluja, që është mëkatar dhe shikon çdo dobësi të atij vllai, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe një tjetër thotë që lutej atje, i binte gjoksit dhe qante. Një thoshte, fal mua, fal më se jam mëkatar. Nuk mund. E shoh veten larg. Ku shkoj i çfajsuar nga këta të Zoti? Ai që mburej, apo ai që thoshte jam mëkatar? E imagjinoni, vëllezër, aleluja, çfarë zemër kërkon Zoti? Veprat tona nuk na shpëtojnë, nuk na ngjitin në qiell. Por veprat tona tregojnë sa unë e dua Perëndin. Me ato që bëj, duket dashuria që unë kam për Perëndin. Prandaj veprat tregojnë motra dhe vëllezër besimin tim. Dhe bëuni berës të fjalës. Dhe jo vetëm dëgjues që gënjej në vetvete. Berës të fjalës, motra dhe vëllezër, aleluja, ta vini në praktikë thot fjalën e Perëndisë. Jo vetëm duke e dëgjuar, jo vetëm duke e dëgjuar fjalën e Perëndisë. Kisha e parë krishtere ishin motra dhe vëllezër thot këmbëngulës në zbatimin e mësimit të apostujve. Në thyrjen e bukës, në lutje motra dhe vëllezër, aleluja, dhe në bashkësi me njëri. Kjo është kisha e parë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse unë do t'i jem vetëm në lutje,
ose do të jem vetëm duke marrë trupin dhe gjakun e Krishtit, dhe 3 të tjerat nuk i kam, motra dhe vëllezër, nuk mund të qëndrojmë dot besimi. Me një gjë nuk mund të qëndrojmë me një kemzë, motra dhe vëllezër, një tavolinë apo një karike. Duhen të katra. Të mëngulës në zbatimin e mësimit të apostolëve, në bashkësi me vëllezërit, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse Zoti e ka thirrur këtë trup të Krishtit për të arritur, për të forcuar, për të qëndruar, për të shërbyer, motra dhe vëllezër, aleluja, në bashkësi me njëri tjetrin, në thyerjen e bukës, që na sjell gjithmonë në kujtesë flijimin e madh që bëri Perëndia për ne, dhe në lutje. Lutuni vazhdimisht. Të katra janë të domosdoshme për të qëndruar kisha e Perëndisë. Bëhuni bërës të fjalës, dhe jo dëgjues që gënjejnë vetvete. Dëgjojmë dhe gënjejmë veten, motra dhe vëllezër, sepse nuk e vëmë në praktikë asnjë gjë nga ato që dëgjojmë. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, i përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë, që tregon, motra dhe vëllezër, aleluja, që fjala e Perëndis po më flet. Unë e shikoj veten time në këtë pasqyrë, dhe çfarë ndodh nëse nuk e vën në praktikë? Çfarë ndodh me fytyrën tënde nëse e shikon në pasqyrë fytyrën tënde, motra dhe vëllezër, të nxit? Çfarë do bësh? Do ta korrigjosh. Do shkosh të pastrohesh. Nuk mund të dalësh ashtu siç e shikon veten në pasqyrë. Pasqyra për këtë punë është që ti të ndreqesh, motra ime, vëlla im, aleluja. Fjala e Perëndisë është pasqyra jonë, që ne e shohim veten dhe ndreqim veten, motra dhe vëllezër. I përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë. Ai e shikon veten dhe pastaj ikën duke harruar menjëherë si ishte. Nuk e kushton rëndësi çfarë pash në pasqyrë. Ndërsa ai që do të shikoj me vëmendje ligjin e përsosur, fjalën e Perëndisë, i cili është ligj i lirisë, e shoh dhe jam i lirë për ta bërë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk është ligj, por jam i lirë që ta zbatoj, sepse nuk më pëlqen. Pse s'të pëlqen? Sepse fjala e Perëndisë e thot kështu, motra dhe vëllezër. Dhe ngulmon në të, që do të thotë të ndreqet, motra dhe vëllezër, aleluja, ngulmon ta vërë në praktike fjalën e Perëndisë, duke mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës i veprës. Ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë e tij. Ai do jetë i lumtur në veprimtarinë e tij, motra dhe vëllezër, aleluja. Ai do ta përjetojë kënaqësinë që sjell Perëndia. Ai do jetë i mrekulluar në jetën e vet, në familjen e tij. Pse? Sepse ka zbatuar ligjin e përsosur, motra dhe vëllezër, aleluja, fjalën e Perëndisë. Ai e gjen kënaqësinë në fjalën e Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Nëse ndokush nga ju mendon se është fetar, që do të thotë unë jam besimtar, unë jam i krishter, dhe nuk i vë fre gjuhës së vet, sigurisht ai mashtron zemrën e vet. Nuk i vë fre gojës, motra dhe vëllezër. Shumë e rëndësishme gjua. Jakobi thot, keni kujdes gjuhën, motra dhe vëllezër, sepse shumë janë nënshtruar kafshët, edhe kafshët, motra dhe vëllezër, janë nënshtruar dhe janë zbutur, thot. Po gjua bën dëm të madh. Prandaj do shumë kujdes para se të nxjerrim fjalën nga goja. Bën dëm të madh, motra dhe vëllezër.
Dhe pas i ke pësuar tjetrit, i ke shkaktuar tjetrit dëm të madh, shumë e vështirë për ta riparuar. Prandaj bëni kujdes thot kur flisni. Ti vësh fre gjuhës. Sigurisht ai e mashtron zemrën e tij, nuk arrin të kuptojë se çfarë po flet dhe çfarë po bën. Feja e tij është e kotë. Le të thotë motra jam një krishter. Feja e këtij njeriu është e kotë. Ai njeri që vetëm flet motra dhe vëllezër. Që vetëm mban në përgojë. E pe atë, e dëgjove çfarë thanë për të, e dëgjove këtë. Do shumë kujdes motra dhe vëllezër, aleluja. Jemi kisha e frymës së Perëndisë. Nuk duhet të ekzistojnë motra dhe vëllezër, aleluja. Tash e themi në kishë. Përullësia dhe dashuria janë dy gjëra që shkojnë bashkë. Të përullur motra dhe vëllezër, aleluja, dhe me dashuri. Vetëm kështu bëhet vepra e Zotit. Karakteristikat që i pamë në Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, aleluja. E përulli veten, thot, e gozhduan motra, aleluja, çfarë nuk bën me Jezus Krishtin? Nuk tha çfarë po bëni me mua do ta shikoni. Jo, aleluja. Por e përulli veten, thot. Kush? Ai që tha një fjalë dhe u krijua gjithë bota, motra dhe vëllezër, aleluja. Ai erdhi në shëndetyrë njeriu që ne të mund të flasim, që ne të mund të bisedojmë, që ne të mos kemi frikë përpara Perëndisë, motra dhe vëllezër. Feja e pastër dhe e panjohur përpara Perëndisë dhe atit tonë është kjo. Të vizitosh jetim. Të shohësh motra dhe vëllezër, aleluja, ata që janë pa njerëz. Dhe ti vizitosh, ti qëndrosh pranë, ka nevojë tjetri. Ai që është braktisur motra dhe vëllezër, aleluja, ka nevojë për ngrohtësinë tonë. Ka nevojë për dashurinë tonë. Në botë është i braktisur. Duhet të braktiset dhe midis nesh. Dhe të vejat në pikëllimet e tyre. Të vesh të vizitosh në problemet që kanë, thotë motra dhe vëllezër. Dhe të vejat do të thotë ata që janë braktisur, që s'kan mbështetje, që s'kan njerëz, motra dhe vëllezër, aleluja. Në pikëllimet e tyre t'ju gjendesh pranë, thotë. Dhe ta ruash veten të pastër nga bota. Të mos e ndotësh motra dhe vëllezër veten tënde me dëshirat e kësaj bote. Por të kuptojmë që vërtet kam dalë nga Egjipti dhe i përkas një bote tjetër, frymërore tani. Jo mishore, vdiqja motra dhe vëllezër, aleluja, kur unë ja dash zemrën time Zotit, u pagëzova në emër të Zotit tim, vdiqja motra dhe vëllezër aty dhe vesha Jezus Krishtin tani. Jam një krijesë tjetër i udhëhequr nga fryma e Perëndisë. Nuk kam lidhje me motra dhe vëllezër, aleluja, me botën që më rrethon. Lidhja ime është tani të jem bashkë me vëllezër, të adhuroj Perëndinë, Zoti të vijë të më flasë, Zoti të na mrekulloje, Zoti të na japë motra dhe vëllezër dhunti frymërore. Kjo është kisha e Perëndisë. Ne falenderojmë Zotin. Kjo është feja motra dhe vëllezër, aleluja. Ta ruajmë veten të pastër nga bota. Bota jonë është bashkësia me vëllezërit, motra dhe vëllezër, dhe bashkësia në frymën e Perëndisë. Amin. Zoti ta bekojë këtë fjalë.